Komisioni Qendror i Zgjedhjeve miratoi tabelën përmbledhëse për rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në qarkun e Vlorës. Për kryetarin e Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, kjo është një procedurë që KQZ ndjek. 11 maj, sipas kryedemokratit, është një farsë elektorale dhe që është denoncuar tashmë nga opozita. Ai tha se pretendimet e Partisë Demokratike janë marrë parasysh me hapjen e 43 kutive të materialeve zgjedhore në qarkun e Vlorës, por sipas Sharës, demokratët do të vijojnë apelimin në kolegjin zgjedhor. Pavarësisht, kjo është një procedurë miratimi nga ana e KQZ-s, e tabelës përfundimtare dhe konkretisht për qarkun Vlorë, për ne kjo nuk ka asnjë rëndësi, sepse siç ju thash, është një procedurë. Kjo është me të vërtet një farsë elektorale, është një farsë që ne kemi denoncuar përpara fushatës zgjedhore, gjatë saj edhe kemi denoncuar edhe në përfundim të zgjedhjeve të zhvilluara në 11 maj. Për këtë shkak dhe për këtë arsye ne kemi grumbulluar edhe një sër provash, të cilat i kemi paraqitur me shkrim pranë Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve, pretendimet të cilat janë marrë parasysh nga ana e tyre dhe është proceduar me hapjen e 43 kutive, vetëm të materialeve zgjedhore për qarkun Vlorë, krahas edhe kutive të qarqeve të tjera. Por siç e thash, provat dhe faktet janë evidente, ato po dalin ditë për ditë, ju e keni parë që nga përfshirja e bandave në këtë proces elektoral, në këtë votim, me arrestimet e munguara dhe me aleatin më të madh të Edi Ramës që është Spaku, arrestime që ndodhen në qarkun e Durrësit dhe të Vlorës, për të cilat nga organi i procedimit u vonua me muaj të tërë në një kohë që denoncoi nga opozita vazhdimisht blerja e votës dhe intimidimi zgjedhësve. Po ashtu është edhe ai trekëndshi që unë kam theksuar herë të tjera, lidhja midis politikës, krimit dhe biznesit, e ndërthurur kjo me përfshirjen masive dhe brutale të administratës në procesin zgjedhor. Kështu që ne do vazhdojmë rrugën tonë ligjore, ankimimin në kolegjin zgjedhor, e cila është gjykata e posaçme që shqyrton ankesat për zgjedhjet, por politikisht, mediatikisht dhe te njerëzit mbetet ajo që kjo ishte një farsë zgjedhore, kjo ishte një proces tërësisht i manipuluar dhe nga ana jon do të ndërmerren të gjitha aksionet në të ardhmen për të shpëtuar Shqipërinë një herë mirë dhe për të kryer zgjedhje të lira. Kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara thekson se me hapjen e kutive të votimit janë gjetur parregullsi. Ato janë hapur kutit në të cilat ishte shënuar 0 numri i fletëve të papërdorura, janë gjetur parregullsi. Ky proces është vëzhguar dhe nga ana jon, por vendimi i kasit është ky që ju thatë dhe kjo ka bërë që kryekomisioneri të shpalli dhe rezultatin përfundimtar për qarkun e Vlorës. Ankimimi do të bëhet tashmë në kolegj, ndërsa sipas Sharës janë paraqitur prova për manipulimin e zgjedhjeve, si brenda ashtu edhe jashtë vendit. Ankimimi do bëhet në kolegjin zgjedhor, sepse këto janë shkallët, kjo është rruga administrative për të ankimuar një proces gjyqësor. Ne kemi paraqitur prova për manipulimin e procesit si brenda vendit, ashtu dhe jashtë tij, ku diaspora në Greqi është një rast shembullor i manipulimit të zgjedhjeve, i pranuar edhe vetë nga Partia Socialiste, por jo vetëm diaspora greke, por edhe shqiptarët me banim dhe që votuan nga jashtë nga shtetet të tjera.